أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pra falënderimi, lavdërimi është për Allahun, paqja me mëshira e Allahut qoftë mbi të dërguarin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ju përshëndes juve hoxhallar gjithve, kryetar, Zotin nderoft, që na ka nderuar juve xhamat, Allah është përbleft për sabrin që keni gjetë kohën dhe sabër normal që duhet me prit pak për me shpalos pak disa nga ato këshilla të cilat Këshilli i Bashkisë Islame këtu në Vështre i ka parapo disa ligjërata me cilat qëllimi i tyre është me ta përkujtojmë njëri tjetrin me fjalët e Allahut, po gjithashtu edhe t'i ngjallëm pak xhamit tona, nejet tona, mexhlisët tona. Një temë cilën ne kemi përgjedh, është një temë e cila ka të bëjë me njerëzit që ndriçojnë errësirat, e që nuk është temë e cila ka të bëjë me fol për pejgamberët e Zotit të cilët e kanë ndriçuar njerëzimin me udhëzim, po as nuk është që ka të bëjë me herojnë kombëtar që e kanë ndriçuar kombin ton, po as me njerëzit e ditur të cilët e kanë ndriçuar njerëzimin me zbulimet e tyre. Këtu kemi dashje të bim pak për tokë kështu dhe të flasim drejt për ata të cilët Allahu ka fol në Kur'anin familjar, gjithashtu shumë dhe i ka çmu lart besimtarët të gjithë. Pra të gjithë ata të cilët besojnë Allahun bindshëm dhe të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që besoj se është temë e duhur. Tjetër është sot dina na me shtjellu edhe me sqaru, po është një temë e cila është në interes të gjithëve, nga se do ta shohim se është një diçka që na duhet shumë në dynjë dhe në ahiret. Na duhet aq shumë sa që pa to nuk bëhet hiç. Me pas dritë, me pas nur. Lufta mes dritës dhe errësirës është luftë e vjetër, domethënë qysh prej njeriu të parë, dhe kjo luftë vazhdon edhe sot e kësaj dite dhe ka me vazhdu deri tek njeriu i fundit. Po për cilën errësirë dhe për cilën dritë po flasëm? Na po flasëm për ato errësira të cilat janë shpirtërore, që nuk doken, po lanë gjurmë trupin dhe shpirtin e njeriu, dhe po flasëm për atë dritën e cila po ashtu është shpirtërore, e cila po ashtu nuk doket, po lën gjurmë trupin e njeriu. Allahu xhela shanuhu me një ajet kuranor po thot Bismillahirrahmanirrahim, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat. Allahu është kujdestar i atyre të cilët kanë besu, i cili i nxjerr nga errësirat. Allahu pra është kujdestari besimtarëve që i nxjerr nga errësirat drejt dritës. Ndërsa taguti, që është një gomë pak më e gjerë se shejtani, është kujdestari mohuzve, të cilët i nxjerr nga drita në errësira. Para se me shku të drita, veç pak du mi u kujtu që kanë qëto errësirat shpirtërore. Allah na ka përmend në Kur'an. Nësë kemi kohë mi përmend ashtu gjitha me argumentime, po për përmendim shkurt. Allahu i ka thonë errësirë kufrit, nga se mbulon besimin. I ka thonë errësirë shirkut, nga se e devijon tauhidin. I ka thonë errësirë hipokrizis, nga se zemra e demanton ato çfarë e flet gjuha. I ka thonë errësirë epshit kur drejt prej binarëve të vetë, nga se shtazarakja e udhëheq njerëzoren, është errësirë. I ka thonë Allahu mëkatit errësirë, nga se mëkati e nxin zemrën dhe nuk lejon dritën të reflektojë brenda shpirtit. I ka thonë ignorancës errësirë, nga se i vinon perde dritës së mendjes cilën Allah e ka nderuar njeriu pra me mendje. Ignoranca, informimi i keq pra dhe keq informimi pra edhe mosdia është ajo e cila e bllokon të mendumt dhe gjitha këto janë errësira. Kam pra
dimensionet të ndryshme, kanë rrugë të ndryshme dhe janë quajtur në shumës, po që të gjitha përmbledhen në 3 pika: në zemër, në mendje dhe në trup. Këtu në Allah na ruaj prej tyre. E kundërta e tyre është drita. Drita, e cila i eliminon, e cila i shkrin çto errësira. Dhe ai i cili është prek pi drite, është larg këtyre errësirave. Na e shohim, thot Allah në ajet kuranor, Bismillahirrahmanirrahim, Afaman shara Allahu sadrahu lil Islam, fa huwa ala nur min rabbih, fa wailun lil qasiyati dhikrillah an dhikrillah, fa wailun lil qasiyati qulubuhum an dhikrillah. Allah xhaleshanuhu po e thot këtu në ajet kuranor, a ke po që Allahu atij i cili ja ka hap gjoksin. Ja ka hap gjoksin dhe ka pranu Islamin. Ja ka dhënë Islamin. Ai jeton në dritën e Zotit të vet. Çka është që ke mu hap gjoksi? E kemi një sura atje, Alam nashrah laka sadrak. A nuk ta kemi hap gjoksin ty? Allah po i thot pejgamberit alayhis salam. E kemi te Hazreti Musa i cili kur po shkon te faraoni çfarë po thot? Rabbi shrah li sadri. Allah ma zgjero gjoksin tim. Çka është mu zgjenu gjoksi? Çka është mu hap gjoksi? E kam pyet pejgamberin alayhis salam. Dhe i dërguari i Allahut i është përgjigj sahabe kështu. Ka thonë yelqa fiha nura. Allahu e vendos në zemrën, e vendos në gjoks një dritë. Po dritë, e vendos Allahu në gjoks një dritë. Ibn Taymije ka dhënë një mendim, ka shumë mendime, po qëllimisht deshta me marr Ibn Taymijen se nganjëherë është bohile dhe është përcaktuar vetëm me një fushë, në fushën e fikut, e që Ibn Taymije ka dhënë një kontribut të madh edhe në çështjen e shpirtërores, po që pak lihet si anash. Ka thonë kjo është një dritë metafizike, kjo nuk preket, por gjurmë të saj ndihen në zemrën e robit që e ka godit kjo dritë. E para e punës, mendja i drejtohet shumë, është i kthjellët në mendje, kur e prek nuri i Zotit. E dyta, dyshimet nga zemra largohen, sepse shejtani vjen dhe gjun dyshime vazhdimisht në zemrën e besimtarit. O është dita e gjykimit, jo s'është dita e gjykimit, nashta s'ka kur gjë, nashta ka diçka, edhe argat e shejtanit e bojnë këtë punë. Pra dyshimet largohen. E treta thot, epshi kontrollohet. Çka tha më herët? Shtazarakja me udhëheq njerëzore, na bëhet barku, pra kjo është epshorja, nga gjoksi e poshtë. Barku me udhëheq mendjen, barku me udhëheq zemrën, a bëhet kjo punë? Nuk bëhet. Nuk bëhet. Andaj, kur të prek drita, atë besimtar që prek drita, ai i kontrollon epshet e veta. Ka prek drita Allahut. Dhe e fundi që besoj është shumë e rëndësishmja, thot i vjen një rahati në shpirtin e tij, nuk e di pse. Ka një rahati ndodh që gjendjen ekonomike se ka mirë, gjendjen sociale se ka mirë, statusin social se ka mirë, familje ndoshta s'është mirë, shëndet ndoshta s'është mirë, nuk i ka ndoshta punë mirë, çka doket me sy, anën materiale, anën fizike, shëndetësore, kur çdo s'doket që ka mirë, po ai thotë unë jam shumë rahat. Unë jam shumë rahat shpirtin tem. Unë jena shumë mirë. E ka prek drita e Zotit. Ka prek drita e imanit, drita e besimit. Pra ulshue në shpirtin e tij. Kjo shumë është me rëndësi. Këto duhet më bë përpjekje gjithë secili besimtar me mujt dhe me arrit me përfitu këtë dritë në zemër. Çka na duhet që kjo dritë? Ditën e gjykimit vllazni,
prej gjërave më të rëndësishme që Allahu i ka përmend, është që ke dritë. Prej gjërave më të rëndësishme që duhet me pas gjithë secili, është që ke dritë që është përmend. Është një dua atje Allahu na mëson, Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyamah. Zoti jon, na jep atë me cilën ju ke premtu pejgamberve, mos na zhgënje. Mos na zhgënje. Na jep në ditën e gjykimit, mos na zhgënje. Na jep atë me cilën ne ja ke premtu pejgamberve. Çka është ajo që u ka premtu pejgamberve? Një vend tjetër Allah po përgjigjet, sepse Kurani më së miri e komenton Kuranin. Yawma la yukhzillahu alladhina yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a. Allahu në ditën pra kur Allahu nuk do t'i zhgënjej, nuk do t'a zhgënjej pejgamberin dhe besimtarët të cilit ishin me të, kur drita e tyre ec me të, para tyre o bjejmanihim, dhe nga e djathta e tyre. A peshini? Me qka mos me na zhgënju Zoti, me na unë ditën e gjykimit, përse ko ka rëndësishme drita e gjykimit, drita në ditën e gjykimit, sa që Allah po thot ka me thonë besimtarët, Rabbena atmim lana nurena, Zoti ju na e forco që dritë, na bët vazhdueshme që dritë, na e bët tamam që dritë, na bët që me na qu deri në vendin ku duhet, sepse rruga prej ringjallës, prej varrit deri tek dera e xhenetit është rrugë gjatë. Vyn shumë e udhtu, vyn shumë e ec. Ibn Abbas i ka thonë se ki që kënë gjari qëtu është te ura e siratit. Te ura e siratit ka më po që kënë gjarje. Dhe çka ndodh aty? Kush e ka dritën ka me ec? Tha pejgamberi Zotit, dikush e ka dritën tha Soni Kodër. Dikush tha e ka nga besimtarët dritën Soni Pem. Dikush më i dopti që e ka dritën tha e ka sa një gisht, po i mjafton me ec. Drita, so i gisht, moj e gishti, po vazhdo në ec. Ja? Vazhdo rrugën për në xhenet. Me dritë, duhet me ec drejt xhenetit. Qëtu është meselja tash, bashkë me besimtarët ka kanë dhe munafikt. Qafirët Allah po thot i kanë da, mohust i kanë da. Munafikt ka kanë bashkë me besimtarë, edhe po ec kanë bashkë. Por ata nuk kanë dritë. Dhe çka pi u thojnë besimtarve? Undurna naqtabis min nurikum. Pritna edhe neve, kështu po thojnë munafik, pritna edhe neve që të ecëm bashkë me juve, se këta s'kan dritë. S'munden me ecë, s'kan dritë. Allah ka përshkruar që është gjendja munafikëve. Ata her besojnë, her mohojnë, duke po interesat e tyre. Kullama daa lahum mashaw fihi wa idha adlam alehim qamu. Sa herë që shkreptin, shembulli munafikëve, ndriçohet, bën hap, po sa mbje errësira, mbesin e vend, s'mujnë me ecë më, S'ka mundësi me ecë. Ju thojnë besimtarëve pritna. Besimtarët thonë shkoni dhe merrni këtë nur, këtë dritë diku tjetër. Ata thonë po a nuk ishëm na me juve. Kështu thojnë, a nuk ishëm na me juve? A jena fol bashkë me juve, kena gjinu bashkë me juve, jena konë në jetën e përdiqme, po. A mo ju ndalt. Ju stofut. Ju lakmut dynjan. Ju dyshutën fejna Allah. Andaj Allah ju kalon pa dritë. Dhe në këtë polemik, Allahu po e tregon Kur'an, vendoset një mur. Vendoset një mur, i cili thot i hapet një port. Brendësia e saj është rahmet, jashtë saj është ndeshkim. Çto mesin munafikt? Besimtarët hinë mrena. E këtu ngelin munafikt. A beshe që na vyn drita? A beshe që na vyn kjo dritë shumë? Drita imanit? Jashtë masë na vyn. Shkurtimisht, ku me përforcu që dritë? Allahu xhaleshenu në surën Nur,
pikrisht aty ku është surja kaptina e dritës, pra është Kurani kaptina e dritës. Dhe atu kallëzon Allahu edhe dritën edhe errësiren dhe merr shembulltyrën e tij për dritën e tij. Dhe në fund të ajetit ku e merr shembull se si është drita e Allahut, thot Allahu yahdi Allahu li nurihi me yasha, Allahu uzon drejt nurit e tij atë që do. Dhe posa përfundon që ky ajet i Kuranit thot fi buyutin adhin Allahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Thot ku është drita pra? E bëjmë çit pyetje. Ku është drita o Zot? Allahu po tregon që ajet kuranor. Në shtëpitë të cilat ka dhënë leje, ka leju Allahu të ndërtohen, në të cilat përkujtohet Allahu, madhrohet Allahu me mëngjes dhe mbrëmje, cilat janë që ato shtëpi, pra është xhamia, është medreseja, janë mejtepet. Pra në xhamitë e Allahut ka drita. Këtu po reflektoj ka drita. A e dini o vllazni sa fiton një njeri veç me një kohë namazi me orë me fol xhami. Çdo hap shpërblim, çdo hap ngritje gradash, çdo hap falje gjunahesh. Qëndrimi në xhami, shpërblim. Falja në saf, shpërblim. Namazi 27 herë, më i fuqishëm, shpërblim. Tjetra, kur vjen në xhami i sheh muslimanët, ju buzëqesh. Çfarë është buzëqeshja? Sadaka. Çfarë selami? Është bereqet. Allah i ka thonë përshëndetje bereqetit. Jep selam, merr selam. Jep dorën vllahut musliman. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Jep një dorën pra kur musliman, dy musliman besimtarë janë dorën njëri tjetrit, shkunin gjunahe, sikur dushku që vjen, sikur dushku që vjen prej pemëve. Hajde so fitimet janë marrë në xhami. So përfitimet shpirtënore janë marrë në xhami. Shumë. Sa që tha pejgamberi alayhis salam, ai i cili ka të lidhur zemrën e tij me xhami, është nën hijen e arshit, ta ditë kur s'do të ketë hije tjetër. Shpërblim i madh me u lidh për xhamien. Dhe pastaj Allahu xheleshenu i ka përshkruar këtu njerëzit e përndritur. Këtu i ka nxjerr. Pra njerëzit të cilët thot rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqami s-salah wa ita'i zakat. Yakhafuna yawma tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Në xhami po thot ka burra të cilët as tregtia, as shitblerja nuk i pengon nga përkujtimi i Allahut, nga falja namazit dhe nga dhënia e zakatit, sepse ata i friksohen një ditë kur zemrat dhe syt shtangen. Dita e gjykimit. Dëgjoni me vëmendje se i ka lidh Allahu xheleshenu punën e burrave që janë xhami. Ata janë burra të cilët janë në tregti. Çka është kjo? Janë të bë tuxharet, janë të bë shitblerje. Çka është kjo? Janë të angazhuar me punë. O vllazni, nuk paramendohet muslimani me nejt pasiv. S'ka mundsi. Çuçi ka lidh Allahu. Nuk ka thonë ata janë burra që gjithë ditën rrinë me të spin dorë, të përmend Zotin. Jo. Ata janë burra përkundër angazhimit madh që kanë në dynja. Kjo tregtia mund me konë doktor, mund me konë profesor, mund me konë akademik, mund me konë bujk, mund me konë lektor, mund me konë zanaxhit, çfarë do profesioni që ti e bën në jetë, ai nuk është sebeb ty me të pengu nga përkujtimi i Allahut, nga falja e namazit dhe nga dhënia e zakatit. S'ka mundësi sepse ti friksohesh një ditë kur zemrat dhe shikimet stepen. Kështu Allahu xheleshenu e ka përshkruar kënd burrat e xhamisë, çu po thotë duhet me kanë. Qysh e ka lidh Allahu pra tregun e dynjas me tregun e ahiretit. Cili o tregu e ahiretit? Xhamia. A lejohet të me shritë dhe me ble? Jo. Pejgamberi alayhis salam ka thonë mos i dhash Zoti bereqet atij pra i cili shet dhe ble në xhami. Kështu ka thonë duhet mi thonë.
Mos mi dhonë Zoti i bereqet, sepse këtu është treg ahireti, këtu s'bën me hi dunjoja. Xhamia është pazari i ahiretit me ble xhenetin. Ndërsa e pazari i dunjas atje, ai nuk të pengon ty përkundër asaj. Përkundër asaj që është jurse, është mashtruese. Ama nuk të pengon ty me përkujtua Allahun mu lidh për xhamia. Çka ka thënë Allahu namazin e xumës? Ja ju alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah wa dharul bay. Që ka lidhë dhe këtu pazarin, tregun, shitblerjen, dynjallakun e ka lidhë me çka? Me namaz. Kur të thirrni për namazin e xumës, lëna shitblerjen, shkoni aty ku po thirrni. Kur ta përfundoni, fam të shiru fil ard, shpërndahuni nëpër tokë. Pejgamberi Zotit çka po i thotë? Fe idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kur të pushosh nga punë të aktivitetet e shumta, përkushtoj rrugën e Zotit. Po i thot një vend tjetër, inna laka sabhan tawila. Ti vërtet e ki një ditë të ngarkume me punë, me angazhim. Kështu ishte pejgamberi Zotit. S'ka pas pejgamberi Zotit nejen, se ka pas rahatin. Pra ka pas angazhimin maksimal me dynja, ama të lidhur me ahiretin, asnjëherë s'u shkëput nga ahireti. Kështu i njerëzit e përdritur, jo njerëzit të cilët e kultivojnë dritën për brenda. Na e lusim Allah me na fal, me na mëshiru, me na uzu. Përfundimisht veç edhe qito dy fjalë edhe përfundum. E shihni qëtu është një, e këna marrë një imazh të shpellës Hira edhe të Arafatit, malit Arafatit. Vllazni, që dritë që Zoti na ka bo nasip neve besimtarve. Që dritë duhet më mundue me quma nej. Pejgamberi Zotit është kam qitë shpellë, kur i ka ardhur fjala e parë ikre, kur i ka zbrit drita uzimit, kur i ka zbrit Kurani që është dritë. Edhe pejgamberi u bë dritë. Dhe u bë dritë për umetin e tij dhe për gjithë njerëzimin. Ama pejgamberi Zotit nuk u kënaq edhe me shkue, tash edhe me thonë unë e ku marr dritën edhe po rri. Kur mo pejgamberi Zotit nuk u hin atë shpellë. Sepse Allah e ka ngarkuar me një mision tjetër. Dhe i ka thonë çu pejgamberi Zotit. Ku shkoi edhe u fshtill. Çka i tha? Tha çu, kum fa anzir. Ja ju hal muzammil, ja ju hal mudathir. O ti mbulum, o ti mbështjellur. Çu, s'ka më me nejt. Çu tërhiqë vrejtje njerëzve, çu në adhurimin ndaj Allahut xheleshenuhu. Çu mi tërhiq, mi thirr njerëzit, mi oqu njerëzve që mesazh, o vllazni. Sot ka plot neja në vende ndryshme kësaj. Shumë pi nejave jam i bindur që janë më të mëdha se kjo, por me vlerë nuk besoj që ka. Sepse këtu neja i ka beku Zoti. Këtu neja i rrethojnë me lekë të Zotit. Këtu neja i prek rahmeti Allahut dhe falja Allahut. Këtu neja me xhliset këtilla i rrethojnë me lekë të Allahut dhe i mbulojnë me krah deri në qiell. Këtu neja luten me lekë të Allahut. Por këtu me xhliset këtilla Allahu zot i përmend me emra personal gjithë secilin. Ku? Në një mezhlis i cili është më i madh se ky. Atje në qiell. Andaj duhet më bëj ftesë atyve të tjerëve të cilat janë në disa neja dhe me ardhmë u bashkangjit në këtu bashkë xheneti. Juve Zoti ju shpërbleft me të mira. Allahu ju dhosht të mira në dynjë dhe në ahiret. Allahu na e forcoft nurin ton. Allahu na bën nga besimtarët e denjt për të qenë tamam ashtu që është i kënaqur Allahu. Zoti ju shpërbleft ju dhe neve me xhenetin e Firdaus.